Përshëndetje gjithë, unë quaj Metra dhe sot do t'ju tregoj gjithë procesin e marrjes së nënshtësisë gjermane, që nga aplikimi, hapat që kam ndjekur, përgjigjet që kam dhënë deri në marrjen e certifikatës, le të themi, të shtetësisë gjermane. Atëherë aplikimin e kam bërë online, duhet të kesh një leje qëndrimi, kartën leje së qëndrimit duhet ta kesh me funksion online dhe duhet si fillim të shkarkosh një aplikacion që quhet Ausweis App. Duhet të regjistrosh kartën tënde të lejes së qëndrimit, Aufenthaltstitel, në këtë aplikacion. Më pas, kam shkuar në Google, kam shkruar online Einbürgerungsantrag Hamburg, pasi unë jetoj në Hamburg. Pasi futemi në faqen zyrtare, klikojmë tek linku që të çon tek faqja që t'i bën si fillim çekun e parë. Kam shkruar kodin postar, më pas aty del edhe zona ku unë jetoj, pra Hamburg, Antrag stellen, jetzt starten, më pas jam përgjigjur quick checkut dhe përgjigjet janë këto. Nëse kam një pasaport nacional pas, po, që kur ndodhe në Gjermani, unë kam vënë datën kur jam regjistruar në komunë, Vertragsarbeiter. Vertragsarbeiter është jo. Nëse kam nivelin e gjuhës B1, po, Einbürgerungstest, po, nëse siguroj të ardhurat për të mbajtur veten time, po, dhe pyetja e fundit është jo, zur Anmeldeseite. Kjo faqe do t'ju çoj direkt në një faqe tjetër, pra është faqja e Bund ID. Do të bëni Anmelden, pyetja e parë për kë po aplikon. Kam bërë po aplikoj për vete dhe për dikë tjetër. Kam dhënë të dhënat e mia, prej nga vi, nëse kam aplikuar më përpara apo jo për shtetësi, jo, dhe pastaj të kërkon mjetin e identifikimit, i cili ti duhet ta kthesh në PDF dhe ta uploadosh aty, ta shkarkosh. Nëse je azil kërkues, jo, unë s'jam azil kërkuese. Aufenthaltsstatus, statusi i qëndrimit, kam Aufenthaltserlaubnis. Data kur e kam marrë Aufenthaltin e fundit, zyrat që e kanë lëshuar këtë leje qëndrimi, dhe më pas i kam bërë foto kartës së lejes së qëndrimit nga të dy anët dhe e kam uploaduar. Më pas të kërkon të gjitha të dhënat, se ku ke lindur, ku ke jetuar, për sa kohë ke jetuar, pra adresat e sakta ku ti ke jetuar si në Shqipëri, si në Gjermani. Më thënë që se ju keni ndruar 1, 2, 3, 4 adresa, duhet t'i shkruani. Unë kam ndruar vetëm 2. Pastaj është pyetja nëse ke aplikuar më përpara për në shtetësi gjermane. Jo, është hera e parë. Të mbash shtetësinë shqiptare, kam bërë po. Pastaj është pyetja nëse ti je Gastarbeiter, është jo, Gastarbeiter kanë qenë turqit, dikur, që kanë ardhur me shumicë. Nëse ke pas probleme, nëse je dënuar ndonjëherë, unë jo. Liegen Ermitteilungsverfahren vor, jo. Pastaj fillojmë nga gjendja familjare. Familienstand, unë jam martuar, kur jam martuar, data e sakt, ku është bërë martesa, data, vendi i sakt, dhe këtu do të uploadosh certifikatën e martesës. Është dhe një pyetje nëse ti jeton me një partner apo më shumë, jo. Pastaj kërkon të dhënat e bashkëshortit, bashkëshortes, nëse jeton në të njëjtën adresë si ty, nëse jetoni të ndarë, jo, dhe nëse partneri duhet të bëj procedurën e Einbürgerung, do të thënë të marrjes së nënshtësisë me ty. Unë e kam bërë jo, duke qenë se bashkëshorti im nuk i kishte bërë akoma 5 vite në momentin që unë kam aplikuar. Sa fëmijë ke, unë kisha një ndër në ato momente, dhe jep të dhënat e fëmijëve. Pyet nëse fëmija do të marrë në shtetësi bashkë me ty, po. Pyetja Beziehung zum Kind, leibliches Kind, që është fëmijë imi, jo i adoptuar. Pastaj vjen pjesa e prindërve të tu. Mein leibliches Elternteil, do të thënë që ti nuk je adoptuar. Emër, mbiemër, në rastin e mamit mbiemri që ka pasur para martesës, gjinia, datlindja, ku ka lindur dhe prejardhja. Dhe nëse jeton akoma apo jo.
Pastaj vjen pyetja nëse prindrit e tu kanë qenë të martuar në momentin që ti ke lindur. Unë kam bërë një shpekan, nuk e di pse, por sigur që janë qenë martuar. Pastaj të kërkon të dhëna mbi studimet, nëse ke studiuar dhe ku, si, sa. Nëse ke bërë apo jo një shkollë në Gjermani. Çfarë bën tani? Je i punësuar apo jo? Dhe ku je i punësuar, ku ke qenë dhe ku je i punësuar. Domethënë të gjitha të dhënat që kur ti ke ardhur në Gjermani, ku ke punuar me adresa dhe me periudha kohore të sakta. Pastaj vjen pjesa e të ardhurave. Sa fiton ti, sa fiton partneri bruto çdo muaj, sa para merr për fëmijët, dhe duhet t'i çosh një abrechnung, atë letrën që marrim ne kur marrim rrogën, për vete dhe të tëndën dhe të bashkëshortit. Nëse je siguruar, po gesetzlich, jo privat, dhe uploadon një dokument që e ke marrë paraprakisht nga sigurimi shëndetësor i joti. Mund t'i marrësh në telefon, mund të bësh një aplikim online. Nëse ke sigurim për pension, po. Nëse është gesetzlich, po, do me thënë nëse e paguan privat, një kompani private për sigurimin e pensionit, apo po shpirt, apo e paguan këtë normalen që kalon nëpërmjet punëdhënësit. Unë kam aplikuar online, kam bërë kërkesë për një Renteversicherungsverlauf, quhet, do me thënë e gjithë vjeshmëria që nga fillimi që ti ka ardhur në Gjermani, që ke bërë pagesat për pensionin. Dhe këtë dokument do ta kthesh në PDF si gjithmonë. Dhe do ta uploadosh. Pyetjes Sozialleistungen, nëse ke marr lek nga sociali ose Agentur für Arbeit, unë kam bërë jo sepse nuk kam marr. Unterhalt, bestehen Unterhaltsverpflichtungen? Nein. Shpraken, nëse këtu të pyetet nëse ti ke nivel të gjuhës minimumi për 1, dhe unë këtë kam zgjedhur, emrin e institutit ku e ke marr njohjen e gjuhës dhe kam uploaduar certifikatën e gjuhës gjermane. Më pas vjen pyetja, kennen Sie der Rechts- und Gesellschaftsordnung belege ich durch Einbürgerungstest? Dhe testergebnis kam uploaduar certifikatën e Einbürgerungstest. Pra kaq ishin dokumentat që unë kam uploaduar në këtë aplikim. Pasi kam bërë këtë aplikimin online, pas 2 javësh më ka ardhur një zarf në shtëpi me disa formularë të cilat duhet t'i plotësoja, t'i firmosja dhe t'i dërgoja me postë. Është mirë që këto formularë t'i dërgojmë sa më shpejt e mundur, që dhe procedura mos të zgjatet shumë. Pas gati 10 muajve më ka ardhur një email në telefon, më ka ardhur tek sesioni spam. Unë e kontrolloj çdo ditë sesionin spam, sepse në fakt emailet më të rëndësishme vijnë atje. Dhe në këtë email më thot personi që kishte marrë përsipër të përpunonte të dhënat e mia, që kishte filluar të përpunohej si praktik dhe më kërkonte disa formular të tjerë. Gjithashtu kishte vënë në re që unë isha bërë me një fëmijë të dytë dhe nëse doja të aplikoja dhe për fëmijën e dytë që të merrte në shtëpinë gjermane. Në fakt që në fletën e parë, që në zarfin e parë që ti merr, aty të thuhet që ti duhet të njoftosh me patjetër për çfarë do lloj lëvizje apo ndryshimi në jetën tënde, siç mund të jetë ndrimi i punës, për shembull ndrimi i shtëpisë. Dhe punonjësja më pyet nëse do të aplikosh edhe për vajzën e vogël, tjetër që përgjigja ishte po. Dhe i tha që mirë sa më kishte dërguar formularet gati në rast se unë doja të aplikoja edhe për vajzën e vogël, formular që duhet t'i shkarkoja, t'i plotësoja dhe t'ia dërgoja me kontakt formular që është po online. Duke qenë se unë nuk i kisha të gjitha dokumentat e vajzës gati, siç ishte certifikata e lindjes ose pasaporta ose leja e qëndrimit, unë nuk ja kam dërguar të gjitha çfarë duheshin, dokumentat që duheshin, por i kam shkruar në fund të kontakt formularit që unë këto dokumenta nuk i posedoj akoma, kështu që do t'u dërgoj në momentin më të parë që do t'i kem. Dhe kështu bëra, ja kam dërguar në momentin që e kam marrë. Dhe në momentin që kam dërguar dokumentin e fundit që duhej, që në fakt ishte leja qëndrimit të vajzës, një muaj pas dërgimit të këtij dokumenti më ka ardhur letër në shtëpi ku ishte dhe data e takimit dhe dokumentat në origjinal që ne duhet të merrnim me vete në momentin që duhet shkonim dhe që bashkëshorti duhet ishte me patjetër prezent, do të thënë nuk ishte zgjidhje tjetër.
Isha emocionuar, kisha djuar që të bënim pyetje, mbi se di kush është Burgermeister, kush është ky, kush është ai, mbi historinë e Gjermanisë. Shkojmë tek zyra, naftojnë që tulemi, kemi firmosur disa dokumenta të tjerë, se dim çfarë ishin, ai thoshte po kush e kishte mendin të kuptonte se çfarë ishin. Dhe në një moment na thot ngriuni të gjithë në këmbë. U ngritëm në këmbë dhe thash tani do bëjmë një pyetje. Por jo, nuk bëri asnjë pyetje, kam dëgjuar që bëjmë pyetje, ndoshta është e vërtet, ndoshta pata unë fat që nuk më bëri asnjë pyetje, por filloi të thoshte kam nderin që juve t'ju shpall qytetar të shtetit gjerman. Pas kësaj na dha certifikatat në dorë, sepse në fakt unë mendoja se do mirja pasaportën atë ditë, por ti në këtë takim merr certifikat me të cilën mund të shkosh të aplikosh për pasaportë. Dhe na pyeti nëse kishim një takim për të aplikuar për pasaport. Unë kisha pyetur një shoqen time, kështu që kisha bërë takimin për të aplikuar për pasaport. Kështu që në momentin që merr njoftimin e takimit për në shtetësinë gjermane, është mirë që direkt ti të lësh një takim për aplikim për pasaport. Atje merr certifikatën e nënshtetësisë dhe merr një flet tjetër bashkangjitur e cila duhet në momentin e aplikimit për pasaport. Dhe certifikata që mora duket kështu. Ajo zonja madje na pyeti nëse dhe bashkëshorti do të marrë në shtetësinë gjermane, mirë po bashkëshorti nuk I kishte gjitha dokumentat me vete, kështu që nuk mund ta merrte atë ditë, sepse ajo tha që mund ta marrësh sot bashkë me familjen tënde, bashkë me gocat. Por gjithsesi, ajo e bashkangjiti bashkëshortin tim në këtë praktikë që ishte e hapur për mua dhe për vajzat, dhe procedurat do vazhdojnë me këtë praktik shumë shpejt. Na tha që këto ditë do merrni një email me të gjitha dokumentat shtesë që duhen për bashkëshortin, dhe në fakt që të nesme në orën 7 ajo dërgoi emailin, I bëm gati të gjitha dokumentat dhe ja dërguam sa më shpejt e ishte e mundur. Mirë këtë? Bravo. Pra ky ishte I gjithë rrugtimi që ne patëm për marrjen në shtetësisë gjermane. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju ftoj të bëni një subscribe, nuk ju kushton asnjë gjë. Like dhe koment nëse keni pyetje, do ju përgjigjem. Nëse janë shumë pyetje, atëherë do bëj një video tjetër ndoshta. Nëse janë pak pyetje, atëherë do ju përgjigjem në koment. Ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese të gjithëve në aplikimin për nënshtetësi gjermane dhe pse mos ta kemi përderisa është mundësia e 2 shtetësive, sepse nëse do ishte që të lija shtetësinë shqiptare, nuk e di nëse do e bëja ose nëse do e bëja kaq shpejt. Por gjithsesi, shkuan gjërat kështu, mund të kemi 2 nënshtetësi dhe voilà. Ju falenderoj shumë, ju uroj një ditë të këndshme. Bye. Готова. Ben muhabbet. Jo. Ein bisschen schneller fahren. Ja, so, das macht gut. Mittlere 8 € oder eine Schale für 6. Hier kann man die besser.
faleminderit. Melody. Merë çik me dorë. Aileen, Emily. Hallo. Den Finger bitte. Die Tasche zu die Hand geben, gleich den Fuß. Ke patent? Po? Okej. Mirupafshim, po. Mirupafshim. Hey, bravo. Melody. Erdhe te Biki? Po, erdhëm. Hallo. Hogy var? Hallo. Gëzuar, na bëf të mirë. Gëzuar lule vogël. Po ku do ham pastaj?
dhurata paskaj, mami? Elfat e vegjël. Dhe zanat. Shiko mami sa bukur? Në ka marrë malli për para, Ridi. Na. Vetëm një melodi. Vetëm një. Pushoni, Ne oldu?